e çon Naren me urgjencë në spital pas përkeqësimit të gjendjes së saj shëndetësore, por aty vjen lajmi më i rënd. Alia i njofton se Nare fatkeqësisht ka humbur fëmijën, një goditje e madhe që trondit të gjithë. I mbushur me zemërim, Ozgan e akuzon Shahinin për këtë tragjedi, por Shahin nuk mund të tolerojë më këtë sjellje dhe përplasja mes tyre bëhet e ashpër. Ndërkohë Alia i qëndron pranë Nares, duke e mbështetur emocionalisht për humbjen e fëmijës, por Ozgan shkon dhe më larg, duke akuzuar Naren se ndoshta Shahin e ndihmoi dhe e solli në spital sepse fëmia që ajo priste ishte i tij. Nga ana tjetër, Mine merr vesh për ngjarjen dhe njofton Sadakatin. E prekur thellë, Sadakati shpërthej në lodh për vajzën e saj Naren, por dhimbja shndrohet shpejt në një përballje ku ajo përballet drejt për drejt me Ozganin. I vendosur në akuzat e tij, Ozgan këmbgul se Nare priste fëmijën nga Shahin dhe si provë u tregon të gjithëve një foto ku Nare dhe Shahin